Sa menon që jeni babi i mirë shembull, a janë fëmija e tu rahat kur kanë një farë probleme ose një farë të lashe në jetën e tyne që vini diskutojnë senet me ty dhe marrin e këshill pi teje, apo je njeri fundi që merr vesh diçka në familje se çka po ndodh, se din që se të kuptoj shte me një herë nis mu bë nervoze me shoh me piskit, e fatkeqësisht e shumë baballar që shto të kanë që shprehi shumë të keqe. A je shembull ti çaj bab që fëmija tu jenë rahat me dal me ty në publik, më knaqe, me fol, ose me njoftu me shoqninë e tyne, e sidomos kur e kanë atë moshën 17-18 vjeç që janë tinexhera, që s'kan fort qef me dal shembull me prindët e tyne, e ti je krenar se ja ke pru punën vetit që ata me dalë dhe më knaq me ty. Edhe treta është, a je bab që i ngan fëmijët e tu pa i paragjyku ata, pa ja paragjyku mendimet e tyne, edhe je njëri që i len ata mu shpresha, mu shlirë, edhe ti edhe merr këshilla për tyve se ki problem heq. Kështu që nëse i ki që të 3 senën, besoj që jeni bab shumë i mirë.